Dhe kjo platformë është absolutisht e çpopullimit të shqiptarëve. E shpopullimit. E azjesimit të gjitha shërbimeve për ta. Edhe ky thot, ja, me një Diellën, me një Albania. Një sharlatan. Pra, në qoftë se ne, mirë po nga ana tjetër, themi i hapur, se këtu flasim, ne kemi një presion real nga njerëzit tanë që ne duhet jemi në reformë, sepse me të drejtë thonë që kur u bëhe para, Partia Demokratike bojkotoi. Çfarë do bëjmë ne tani? Ne do bëjmë projektin tonë. Dhe do e paraqesim ju dhe gjithë shqiptarëve. Do e paraqesim dhe në komision, sigur se ne s'kemi vota. Por ne do sqarojmë të gjithë qytetarë shqiptarë se cila është ndarja jonë territoriale në interesin, si të gjykojmë ne, në interesin më të mirë të shqiptarëve. A do e pranoj Edi Rama? Jo, nuk pranon. A y tani nuk pranon asgjë tjetër, sepse e din, e ka kuptuar qartë se po shkon i sigurt drejt fundit. Nuk pranon. Ai është i tmerruar. Është në një tmerr që e pasqyron sa herë del para jush nuk e fshet dot më. Kjo është historia e reformës territoriale. Dhe reformën zgjedhore ne do përgatisim. Nuk pranon ai. Ju them unë ju. Nuk pranon, sepse një njeri që vendos të shkel, të mos pyes për normat demokratike, për parimet demokratike, ai nuk pyet për asgjë pastaj. Ne do paraqesim, ne do të hartojmë programin tonë, kodin tonë, ndryshimet që ne do të duhen të i konsiderojmë domosdoshme, do i paraqesim para jush, do i paraqesim para shqiptarëve, do i paraqesim komision. Kjo është e gjithë historia. Faleminderit doktor. Vijoj me pyetje të tjera. Me mbrëmje doktor. Jashtë komplet diktatorit, një pyetje për ju. Ndoshta është pak e vështirë për të përgjigjur, ndoshta e thjeshtë. Absolutisht është shumë e lehtë. Okej. Si ka mundësi që diktatorin e madh nuk e tradhtojnë asnjëherë parlamentarët e tij? Si ka mundësi që ju tradhtojnë herë mbas here deputetët që juve i zgjidhni, ata i zgjedhin deputetët, po juve i përcaktoni, domethënë kanë kryer deri aty sa do ta meritonin. Po ku qëndron ajo pikpyetje? Pse ju tradhtojnë juve? Cila është arsyeja? Mos vallë duhet që të bëhen diktator udhëhesit? Nështë që ke vështirë, unë e di përgjigjen, e jam përgjigjen edhe në vendin tuaj, por fakti është që doktor, jemi tolerant atje ku nuk duhet. Përse? Sot këtu janë 300 veta, 400 veta. Ju lideri më i madh që historia ka treguar në Shqipëri, çdo të hënë jeni atje. Ndërsa prej këtu, mos t'i vi keq asnjëherë janë vetëm 10 veta. Atje janë deputetët, atje janë kryetarët e njësive, janë kryetar, ku është populli, ku janë fëmijët, ku janë pensionistët. Vjen nga ana anës djali, atje është i përhershëm. Neve me të vërtet atje jemi pak, po shpirtin e kemi zjarr. Po ky zjarr duhet të shpërndahet dhe le ta marrin vesh. Indiferentizmi është gjëja më e rëndë që neve na ul. Ne duhet të luftojmë me shpirt, me zemër. Ja ku jemi të gjithë. Të vemi atje ke doktor Berisha çdo të hënë. Ashtu si që vini ke rruga e shpresës, natë për natë, dhe ja ku është sot doktor Berisha. Atë nuk e sollëm neve.
nuk e nxorëm neve nga shtëpia, ata e nxori e drejta. Le ta kërkojmë këtë të drejtë edhe sot të mbështesim Zotin Sali Berisha. Atje të gjithë në këmbë, të gjithë demokratët. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Faleminderit. Shumë faleminderit për ndërhyrjen. Tani, lidhur me deputetet e krahut Edi Ramës. E vërteta është të themi realitetin këtu, se atë parti nga do që ta kthesh, ajo nuk del gjë tjetër vetëm parti krimi. Parti krimi. Ta them unë nuk them kur me këtë, se antarët e saj të thjesht socialist janë kriminal. Jo. Nuk e them këtë, se po ta thoja këtë do ishte një gjë e pa drejta, më tonë. Por them që ajo parti është parti krimi. Dhe këtë që kur është themeluar nga Serbë në Tiranë, nga Dushani dhe Miladini, dhe gjerë tek pashiqi i saj në krye Edi Rama, ajo është parti krimi. I shifja unë partje. Aty ti shofish zonja, zotëri, në të thua ti këta. Dhe që heshtin për vjedhjet e Edi Ramës dhe Luj Ballukut në mënyrën më të pa imagjinueshme. Ju thash që një keqja banale, se një automat, por nuk është vetëm thjesht automat. Ajo është parti krimi. Ato e në mandate krimi. Ata e di që si do të kur pa krimin në parlament. Kjo është e vërteta. Pse ata? Dhe mos presim. Ata janë në gjendje të marrin çdo lloj vendimi. Absolutisht. Ata duhet të largohen sa më shpejt nga i parlament. Dhe i parlament duhet të largohet sa më shpejt. Vim tek krahu tjetër. Në fakt, nuk mund të them se deputetët përpiqen të bëjnë një luftë, realisht përpiqen të bëjnë një luftë shumë të vendosur. Por çdo hapësirë, se duhet jemi të hapur me ju, aty është zënë çdo hapësirë. Tani ne kemi një alternativë. Ose të ikim nga i parlament, po unë ju garantoj se cilit për jush që ai atë don. Dhe një nga arsyet më kryesore për të binë ju që ai atë don, po jap një shembull këtu. Ai atë don, një nga arsyet më kryesore ne ati s'mund t'ja plotësojmë dëshirën. Çfarë ndodhi ju? Se e kemi historinë, duhet ta shohim mbrapa vetëm për të nxjerrë mësime, jo për gjë tjetër. Dogjem mandatet, doli kryetari do djeg mandatet. Një moment. Do djeg mandatet edhe shpalli djegën e mandateve. A ishte një akt jashtëzakonisht i nxituar. Ai Edi Rama e ekzekutoi vendimin brenda 24 orëve. Brenda 24 orëve. Në një kohë kur vendimi në procedura donte 3 javë. Ai tani a kishte marrëveshje me Lulzim Bashën apo jo ai për të ndërmarrë atë akt, unë s'mund ta them. Po ta di ajo, u them këtu se nuk hezitoja, por nuk e di. Por di këtë, që ai ekzekutoi vendimin dhe të tjerë, ta themi apo, të tjerë i thanë ti e deshe vetë këtë.
Edi Rams. I thanë, ti këtë vendim e ke dashur edhe ti je njeriu që ekzekutove vendimin e bëre të qenë brenda 24 orëve.